Ligjet në Kosovë në përgjithësi janë përkrahur nga partnerët zhvillimor, mos të madhe nga Bashkimi Evropian dhe gjatë këtij procesi janë harmonizu ligjet me kriteret e kërkuara evropiane. Por kur ka ardhur çështja të zbatimit i tyre që ka qenë veçanërisht përgjegjësia e institucioneve, atëherë këtu ka çalu sistemi dhe zbatimi i tyre ka mbet nganjëherë vetëm në letër. Disa nga arsyet pse është kjo çështje apo pse është kjo situatë e tillë ndodh për faktin që hartimit të ligjeve duhet të paraprin një analizë e thokë dhe një koordinim institucional në mes institucioneve bazë dhe institucioneve që pastaj duhet të jenë zbatuese të atij ligji. Në këtë rast duhet të jetë në koordinim të plot me dy këshillat, Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor. E potencoj zoti Krasniqi që ka pas ligje që kanë qenë të koordinuara me Komisionin e Venecias, ka pas ligje që janë dërguar në gjykatë kushtetuese dhe këto ligje kanë psu ndryshime apo janë gjetë jo kushtetuese kushtimisht. Për arsye sepse nuk ju ka parapri një analizë e nevojshme dhe nuk kanë pas një koordinim të mirëfillt me institucionet ligjzbatuese në këtë rast. Ka pas raste kur edhe ligjet kanë qenë edhe ngarkesë për sistemin gjyqësor tek ne. Janë hartu ligje, pa ju bë vlerësimet adekuate buxhetore të atyre ligjeve dhe janë detyru si sistemi gjyqësor dhe ashtu prokurorial të zbatojnë ato ligje pa pasur shtesë apo pa ju dhënë buxhete shtesë në zbatimin e këtyre ligjeve, që ka kriju ndoshta një ngarkesë shtesë për këto institucione në zbatimin e këtyre ligjeve. Ligje pa kosto financiare, po me rëndësi mi kalu ligjet me boni tek edhe pjesa zbatimit mbetet për të pa në të ardhmen. Kryetar Bashkimi Evropian kërkon vendime përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Sa gjykatat kanë kapacitet që t'i gjykojnë në aspektin profesional dhe institucional këto raste dhe deri tash çfarë është dëshmuar? A kemi dhënë argumentet mjaftueshme që mund t'i trajtojmë këto raste dhe thjesht mund të matet performanca e gjyqësorit në mënyrën se si po sjellin rezultate? Të paktën në vlerësimin tim tani ndoshta edhe prej këndvështrimit pozitës menaxheriale respektivisht kryetari i gjykatës dhe tu pa punën ndër vite që është bërë sepse tani na po mundohemi me pas një përshtypje të përgjithshme të asaj çka ka ndodhur dhe çka muj me trajtu dhe me avancu, vrej që ka një përmirësim dukshëm në avancimin e trajtimit të landëve që janë fokus në veçanti të landëve të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, duke specifiku ashtu si që realisht ju referova edhe më herët strategjive të Këshillit Gjyqësor, që tani ne po kemi plane konkrete si duhet mi u qasë këtyre landëve. Ndoshta për koincidencë edhe të pyetjes që juve po parashtroni, ju e dini që Komisionit e BE-s në vazhdimsi mbikëqyrin punën e gjyqësorit dhe ne tani para pak kohësh kishim takime edhe me një platformë TAEX-it që mbikëqyrin realisht pikërisht avancimin e sistemit drejtësi karshi landëve të krimit organizuar dhe korrupsionit, ku ka pas takime në qoftë prej hierarkisë gjyqësore dhe me gjithë gjyqtarët që trajtojnë landë në departament special, duke pa edhe landë specifike se si janë trajtuar dhe rezultatet që janë arrit, janë vlerësime që bën çdo vit dhe ne karshia asaj që ne kemi arrit me prezantuar këto takime, të paktën pritshmëritë tona janë që si vit do të jetë vlerësimi më i mirë deri tash që kemi pas, pikërisht për shkak të avancimit vlerësojnë të departamentit special, meqense si specifikova edhe më herët tani departamenti special ka një plan pune konkret dhe që nuk mundemi ne të arsyetohemi për një land pse nuk është përfundu. Ne kemi plane konkrete dhe të njëjtën kohë
këtu pastaj lidhet edhe me çështjen e transparencës, ku ne tani këtë vit do dalim para Këshillit Gjyqësor dhe të specifikojmë edhe para publikut arsyet për secilën land pse një land e krimit të organizuar apo korrupsionit nuk është përfunduar brenda vitit, ashtu siç ka qenë prioritet paraprak, dhe pastaj ne veshemi me përgjegjësitë, po qëse një land e caktuar nuk është përfunduar për arsye objektive apo subjektive gjyqtare. Dhe krejt kjo pastaj mund të merr edhe masa ndëshkuese që të njëjtën kohë me automatizëm rritet edhe llogaridhënien. Megjithatë, ndoshta për me kuptu edhe publiku ma i gjerë, ndoshta edhe për te spektrit të juristëve, koha kur gjyqësorit ka mund me met një land në sfirtar e krimit organizuar dhe korrupsionit, tani është temë e të kalumës, sepse kemi një mbikëqyrje shtesë jo vetëm prej mekanizmave të Këshillit Gjyqësor, po edhe prej juve mediave dhe shoqënisë civile, me qenë se planet tona të punës janë konkrete dhe gjithë secili për juve mund të shetë se cila land duhet përfundohet brenda vitit, dhe po ashtu gjithë secili për juve mund të ngrit pikpyetjen tek ne, sepse ky rast nuk është trajtuar. Në këtë kontekst ne do dalim shpejt me një raport të veçantë për secilin rast, sepse ai rast nuk ka arritur të përfundohet brenda vitit, dhe po ashtu edhe për prioritetet tona që ne kemi në vitin 2026, që të njëjtat po ashtu do të jenë transparence, dhe në fund të vitit 2026 ne pastaj do të flasim qoftë për sukseset, po edhe qoftë për dështimet eventuale, e që të njëjtën kohë do të marrim përgjegjësi gjithë secili prej nesh që jemi në veçanti në departamentin special lidhur me në dështim eventual. Megjithatë, ndoshta për mbledh, përveç departamentit special që gjykon land të krimit të organizuar dhe korrupsionit, disa raste prej këtyre landëve trajtohen në departamente për krime të rënda, që ne jemi duke pa për të bërë një model si të departamentit special, në mënyrë që të shohim se cila land e vjetër sepse nuk është trajtuar deri tash, dhe do të bëjmë po ashtu një plan pune si në departamentit special të landëve të vjetra të këtyre natyrave, në mënyrë që t'i adresojmë me një plan punës që pastaj të kemë mekanizëm edhe të mbikëqyrjes. Shpresojmë shumë që do të zbatohen në praktikë, sepse u tha edhe deri tash që Kosova s'ka pas shumë probleme në hartimin e politikave dhe ligjeve të mira, po problemet i kemi pas gjithmonë në zbatim. Po shpresojmë shumë që do të ketë rezultate, nëse jo, shpresojmë shumë që ku s'ka rezultate do të ketë përgjegjësi, do të ketë ngritje të llogaridhënies, diçka që është kritikuar vazhdimisht edhe nga organizatat vendore, por po ashtu edhe nga organizatat me renome ndërkombëtare. Zoti Krasniqi, hetimet komplekse financiare dhe ndërkufitare kërkojnë bashkëpunim të ngushtë në mes të institucioneve. Sa efektiv është sot bashkëpunimi mes prokurorisë, policisë dhe institucioneve të tjera për me pas rezultate konkrete, dhe a keni pa që ka nevojë për ndryshime qoftë ligjore apo organizative në mënyrë që të ketë një bashkëpunim shumë më të mirë ndërinstitucional për me sjellë rezultate? Secila pyetje juaj më qenë të plani strategjik, se ato janë çdo veprim që është parapo për këto 3 vite, kërkon veprime, planifikim kohor dhe rezultat, dhe rrjedhimisht kur këto e ki të miratuar mirë, po nuk ki funksionim normal, i bie që edhe rezultat nuk ka. Sigurisht që ka nevojë, bashkëpunimi ndërinstitucional është mas e domosdoshëm.